Momenti që po u bërë në xhiron e rrjetit. Eronita del për herë të parë me të birin, kafe dhe akullore në takimin më të ëmbël. Vetëm pak javë pasi u bë nën për herë të parë, Eronita ka vendosur të ndajë me ndjekësit një moment të veçantë nga jeta e saj e re si mama. Bashkëshortja e këngëtarit të njohur Blero është shfaqur më e lumtur se kur, teksa po shijon ditët e para pranë djalit të saj. Në fotografinë e publikuar në rrjetet sociale, Eronita shihet në një lokal duke shijuar një akullore dhe një moment relaksi, ndërsa vëmendjen e ka marrë fakti se kjo është dalja e saj e parë publike së bashku me të birin. Bukuroshja, e cila vazhdon të qëndrojë në Sarajev, duket se po e përjeton me shumë emocion kapitullin më të ri të jetës së saj. Krahas fotografisë së postuar, ajo ka shkruar, "Mommy and Baby's first date together", duke treguar se bëhet fjalë për takimin e parë nën e bir jashtë shtëpisë. Postimi është pritur me shumë dashuri nga ndjekësit, të cilët kanë mbushur rrjetin me urime dhe komente pozitive për çiftin. Eronita po shijon çdo sekond të amësisë, ndërsa momentet që ndan me publikun po marrin vëmendje të madhe në mediat roz. Me sa duket, roli i nënës po i shkon për mrekulli Eronitës, e cila po rrezaton lumturi në çdo paraqitje të saj.